Përfundimi i muajit të Ramazanit. Nuk i ka mbetur muajit të Ramazanit edhe shumë kohë nga përfundimi, pasi na erdhi si vizitor prej Allahut. Është afruar koha e ndarjes së tij prej nesh. Ai ose do të jetë dëshmitar për ne, ose kundër nesh, në varësi të veprave që kemi vepruar në këtë muaj. Ai që ka vepruar vepra të mira në të, le ta falenderojë Allahun për këtë dhe le ta përgëzoj veten për shpërblimin e madh prej Allahut, sepse ai nuk e humbet shpërblimin e punë mirëve. E ai që ka vepruar vepra të këqija në të, le të pendohet sinqerisht, nga se Allahu e pranon pendimin deri në momentet e fundit të jetës. Allahu, në fund të muajit Ramazan, ka ligjësuar disa adhurime për robërit e tij, përmes të cilave ata shtojnë afrimin tek ai, ushtohet forca e besimit të tyre dhe shtohen veprat e mira në regjistrin e tyre të veprave në ditën e gjykimit. Në fund të këtij muaji, Allahu e ka ligjësuar zekatin e fitrit, tekbirin, madhërimin e Allahut. Kur të përfundoj muaji Ramazan me perëndimin e diellit të ditës së fundit të tij, është e ligjshme dhe preferuar shtimi i tekbireve. Allahu thotë: ai dëshiron që të plotësoni numrin e ditëve të agjerimit dhe që ta madhëroni Allahun në fund të agjerimit, për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të drejtë, e që ta falenderoni atë. Surja El-Bekare 185. Është sunet që tekbiri të bëhet me zë të lartë nga burrat nëpër xhami, tregje, rrugë, shtëpi, duke e shfaqur ose shpallur haptazi, madhërimin dhe falenderimin ndaj Allahut. Të jemi falenderues që na ka udhëzuar në këtë fe të pastër, ndërsa femrat e bëjnë tekbirin duke mos e ngritur zërin lart. A ka pamje më të bukur se sa kur të gjithë burrat e ngren zërin me tekbir, duke e madhëruar Allahun dhe duke treguar respekt për të në çdo kohë e vend, prej kur përfundon dita e fundit e Ramazanit deri në faljen e namazit të Bajramit, dhe duke treguar falënderim ndaj Allahut që ua mundsoi kryerjen e një adhurimi ndaj tij, agjerimin. A ka pamje më të bukur se sa kur të mbushet hapësira me tesbih, tekbir, tahmid, tehlil, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe duke pasur frikë dënimin e tij. Falja e namazit të Bajramit. Me faljen e namazit të Bajramit, plotësohet dhe përmbyllet përmendja e Allahut, pra falënderimi ndaj tij për këtë muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar të gjithë umetin e tij për ta falur namazin e Bajramit, meshkujt e femrat. Urdhrit e tij duhet i binden të gjithë. Allahu thotë: o ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit, dhe mos i çoni dëm veprat tuaja. Surja Muhammed 33. Ai ka urdhëruar edhe femrat të dalin për të falur atë, që aty të adhurojë Allahun. Ky urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është provë dhe argument që e konfirmon edhe më shumë namazin e Bajramit. Është sunet ngrënia para se të dilet për namaz të fitër Bajramit. Më së miri është që të hahen urma kur personi është duke dalë nga shtëpia, apo para kësaj, apo duke shkuar për namaz të Bajramit. Është mirë që të hahen në numër tek, si 3 hurma apo 5 apo 7 të tjerë. Enes bin Malik radiallahu anhu tregon: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalë prej shtëpisë së tij për namazin e fitër Bajramit, pa ngrënë disa hurma, dhe ato i kanë ngrënë në numër tek. Është sunet shkuarja për namaz të Bajramit në këmbë, e jo me automjet, përveç nëse personi ka arsye, e ka larg vendin e faljes, apo është i smur apo i paaftë të tjerë. Aliu radiallahu anhu tregon: prej sunetit është shkuarja për namaz të Bajramit në këmbë, duke ecur. Është sunet bukurimi i burrave kur dalin për namaz të Bajramit, me rrobat më të bukura që kanë dhe të parfumohen. Prej sunetve të tjerë është falja me përulje e namazit të Bajramit, me zemër prezente, si dhe të shtohet sa më shumë dhikri dhe lutje tek Allahu, duke shpresuar mëshirën e Allahut dhe duke pasur frikë dënimin e tij. Dhe kur del ta fal namazin e Bajramit në vendin ku tubohen të gjithë muslimanët për ta falur atë, me këtë tubim, muslimani duhet ta kujtojë tubimin e madh para Allahut kur do të ringjallen e ku do të tubohen të gjithë njerëzit në një vend në ditën e gjykimit. Kurse njerëzit të tubuar në këtë vend, në vendin e faljes, duhet ja kujtojë vetes këtë gjë. Gjithashtu kur sheh të gjithë njerëzit të tubuar në një vend, sheh dhe dallimin mes tyre. Disa Allahu i ka parapëlqyer dhe dalluar në mesin e të tjerëve me bërjen e veprave të mira. Përmes kësaj vëren edhe dallimin e madh që njerëzit do ta kenë ahiret,
duke mos qenë të gjithë të një niveli dhe shkalle. Allahu thot: "Shiko, si ne i parapëlqejmë disa ndaj të tjerëve. Disa janë me besim më të madh dhe me vepra më të mira se sa të tjerët. Kurse bota tjetër, në të vërtetë, do të ketë shkallëzime më të mëdha dhe parapëlqime më të theksuara." Sura Isra 21. Aty do të dallohet se kush ka qenë i sinqertë dhe kush ka bërë më shumë vepra për hir të Allahut, kushtuar atij. Muslimani në ditën e Bajramit, kur e përfundon muajin Ramazan, duhet të ndjejë lumturinë dhe gëzimin për këtë mirësi të Allahut, pra që ja ka mundsuar arritjen e Ramazanit, e që shumë të tjerë kanë vdekur para se të hyjë ai, apo e kanë arritur, por nuk e kanë mbushur me vepra të mira, dhe që ja ka lehtësuar bërjen e veprave të mira në këtë muaj, si namaz, agjerim, lexim të Kuranit, lëmoshe të tjera. Kjo është më e mirë se sa dynjaja dhe çfarë ka në të. Duhet ta falenderoj Allahun për këtë mirësi. Allahu thot: "Thuaj, me dhuntin e Allahut dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë." Surja Yunus 58. Agjërimi i Ramazanit dhe falja gjatë netëve të tij me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut është prej shkaqeve përmes të cilave Allahu i fal mëkatet tona. E gjithashtu kjo na mundëson pastrimin dhe lirimin prej tyre. Andaj, kur muslimani e përmbyll agjërimin e Ramazanit, e gjithashtu namazin e natës që e ka falur gjatë netëve të tij, e di se përmes kësaj po pastrohet dhe lirohet prej mëkateve të bëra, dhe kjo e shtyn të gëzohet e të lumturohet që Allahu ja ka dhënë një mundësi për të pastruar prej tyre. Lusim Allahun të na e pranojë agjërimin dhe veprat e mira. Amin.